Gjatë qëndrimit në sallën e parlamentit u denoncue Rama si autor kryesor i aferës Balluku dhe Akshi, kërcënimi i madh që përbën Edi Rama për vendet e Europës, duke bërë të mundët koordinatorit të tij të eksportojë të gjitha dhënat e internetit nga Shqipëria në duart e bandave dhe karteleve të drogës dhe armiqve të NATO-s. Tronditëse ishin këto lajme. Tronditëse. Mund të them se 3 ditë në sallat e Tempullit të Demokracisë, fantazma e kreut të organizatës kriminale Edi Rama ishte më e përçmuara. Më e përçmuara. Shqipëria rënditet, Shqipëria e Edi Ramës rënditet aty si një nga diktaturat autoritare, por e vetmja diktatura autoritare që bazohet në drogë. Natyrisht, krahas mbledhjeve, në grup, krahas fjalimeve, ndërhyrjeve, diskutimeve, ne patëm edhe takime të rëndësishme me drejtues të komisioneve, me personalitete, drejtues të Asamblesë Parlamentare të Këshillit të Europës.